A e dini ju se në momenti që kapet një celular, që zakonisht bëhet edhe pa vendim. Ky është shqetësimi juaj apo duhet ishte shqetësimi i ligjvënësve tan ditën e djeshme në parlament? Mos kuptojnë zonjë, çfarë juve si nuk e kuptoni kur unë po ju them, ata nuk e kuptojnë sepse nuk janë në detyrën e tyre. Jo, unë kuptoj diçka tjetër, që këta njerëz se atë mandatin e SPAK-ut mund ta shohin dhe në ëndër, ju duket shumë luksoze të mendojnë për të drejtat e njeriu dhe masat e sigurisë. Ata e kanë SPAK-un te dera e shtëpisë për cilën po flisni ju. Po ne nuk jemi këtu për t'i qarë hallin atyre, ne po flasim këtu për hatër të publikut. Është fjallë e keqe. Për hatër publikut po flasim, prandaj e shtojmë korrekt diskutimin. Që do të thotë, nëse të merr një telefon, ta sekuestron, mirë që do vendim të gjykatës, mirë që ka një sër vendimesh të gjykatës Strasburgut, që çfarë thonë? Po ti do të marrësh dhe do të tërheqësh nga telefoni, sepse një telefon është jeta e një njeriu. Vetëm atë që të duhet. Dhe kjo nuk ndodh. Dhe kjo nuk ndodh. A e dini që ka standarde të ndryshme në hetim? Ja, këto do të ishin pyetje të cilat, pavarësisht se zoti Dumandi ruajti seriozitetin, kishte gjithë të drejtën e botës t'ja plaste gazit atje. Këto do të ishin pyetje për të cilat ai do të fliste. Këto do të ishin pyetje të cilat ai do të duhet të mbante shënim dhe ata do të shikonin se si do t'i përkthenin këto ndryshe për të bërë ligj. Mirë, këto ishin pyetje të munguara në sallën e djeshme të parlamentit, kështu që do qëndrojmë te kontenti që ne kemi dëgjuar dje në sallë, që ishte shumë herë më real dhe ajo ishte qarje hallesh të palë. Nisi pak Arioni, kur tha çështjet të cilat fillon hetimi, po personi i përfshirë atje nuk konsiderohet si person në hetim, po si person me dijeni për çështjen. Dhe ku çështja zgjatet pafund, po ndërkohë janë cënuar të drejtat themelore të tij, sepse në momentin që ti je person në hetim, do të vish me avokat, do të paralajmëroj që çdo gjë që thua mund të përdoret kundër teje, do të jesh më i kujdesshëm me radh. Asgjë e lig, çdo gjë me ligj. Por ata princat tanë lakuriq atje, të më ndjeni për fjallën princ, Lenci po thotë gjithë shkelit e SPAK-ut dhe thotë e ka fajin deputetët. Kjo është e bukur shumë. Jo, nuk më kuptove. Jo, flet për padjeninë e deputetëve në këtë drejtim, që do duhet ishte kjo për pjesë e llogarisë. Po kjo është halli i tyre, zoti Evangjeli. Nuk po them kush e ka fajin kas, ka dobësi SPAK-u, unë po them ishte për të dhënë llogari përpara parlamentit dhe nuk ditën sepse u morën me hallin e tyre budalla. Nuk donin ata. U morën me hallin e tyre. Nuk donin më. Nuk është padi, është mungesë dëshire, zoti Evangjeli. I din, po nuk donin. Por unë justifikoj, më zonjë, seriozisht, unë justifikoj kur u them, kaq din e kaq bëjnë. Jo, më zoti. Dhe them me dhimbje, kaq din, kaq bëjnë. Po pse duhet të justifikoni kur e kemi në dorë të jemi të vërtetë me analizën? Kur ti thua nuk donin, kjo është akuzmë. Patjetër. Pse ju nuk e besoni këtë akuzë, zoti Evangjeli? Ja ta them. Vërtet besoni në versionin e padjenisë së tyre? Ju mendoni që ne kemi legislacion dhe përfaqësues kaq naiv? Sepse do të thoshim edhe ne, si që ka thënë i madhi, fali Zot se nuk din çfarë bëjnë, domethënë, u treguan ashtu nga padia. Arioni tani ngul gozhdat në kryq, e thon, nuk dua. Ju po reduktoni, ai po përpiqet të parafrohet të vërtetës që mendon. Do bëjnë detyrë. Jo, më thësh detyrë. Ai dia që kanë shumë i butë se ty Arion, pavarësisht tonit tim. Sigurisht që nuk duam, po unë e kisha edhe me një pjesë të fjalistën të qëndrimit të Lencit që jam dakord për SPAK-un dhe pse mu hodhe kur thash SPAK-u, thash ka bërë ato shkelje. A thatë këtë pjesë të parë? Që ka marrë telefon, që ka bërë 2 standarte. Tani pse ata nuk i thonë këto gjëra? Jam dakord. Pse them unë nuk duan dhe Lenci ka drejt kur thotë akuzë. Është mos funksionim ose nuk duan, është mos të bësh detyrën faktikisht, po ai duke qenë në sallë thotë s'kam pyetje, mund të shpëton nga kjo. Njëra pjesë Partia Socialiste ka marrë urdhër nga kryeministri. Asnjë gjë me Dumanin, asnjë gjë me SPAK-un. Dhe ky urdhër është në fuqi si ta ketë Rama stinën e marrëdhënieve me SPAK-un. Qofse e ka që t'i bëj presion. Kur thoni urdhër e keni fjalën për shënjestrimin e mundshëm apo kërkesën e llogarisë që mund të shkonte në këto stade? Patjetër, e din ata se gjysma janë juristë. Këto i thotë zoti Evangjeli janë normale. Aty ka dëshmi nga SPAK që është marrë telefoni dhe janë shantazhuar me afera private, me çështje private, çështje krevati, çështje intime. Ç'a lidhje kanë këto? Ish hapur arkiva që nga viti i para 10 vjetëve, para 20 vjetëve. Kjo që thash debati me Preçin, kjo është afatet e hetimit. Si që kanë këto?
Pra, zë Sule, po ripërsëritemi, nuk është çështje pa djenie, është çështje e vullneteve të munguara dhe agjendave shpeshherë individuale dhe partijake. Që na kaloi zoti Xhafaj, po unë kur e dëgjova dje, nuk e kisha dëgjuar, mbas e dëgjova me vonesë, dhe thoshte që ne në 10 ka të paraburgosur Belgjika në 100.000 banor, ne kishim 9 fish, 90. E kupton? Pak studio televizive kanë thënë prej vitesh, zoti Xhafaj ishte kujtuar ditën e djeshme. Kurse tani, një rekra, ky krau direkt në dhëmball madhe. E kam këtë nervin që sa po e preke, e kam kaçurel. Jo, s'është teknik ky. Teknik është ajo. Ky është halli shqiptarëve, më ky është halli shqiptarëve. Dakor, po mos është teknika, mos ta fut në atë. Jo, s'është fare teknik. Jo, ne do duhet kishim një përfaqësues, në këtë rast që ta bënim edhe teknik debatin. Cigare ashash i plasin brenda. Dhe po deshe këtu debatojmë edhe për... Jo, nuk e bëni dot se do duhet kishim përfaqësues edhe juridik edhe institucional. Po, sa ta mbylli Sulejtin. Dhe ky grëndër mazhoranca nuk flet nga Rama, nuk i kanë... Pra është çështje urdhri thoni, nuk është çështje padije. Ata janë kandidat dhe nuk e durojnë se si lë ai të flasin. E kupton, siç tani ai do përshtas qëndrimin si tablo sinoptike. Kurse krau tjetër e ka të qartë qëndrimin. Unë nuk jam dakord që krau tjetër, PD-ja do me thënë, ishte në nivel. Ajo bile kaloi më tej. Ishte një shfaqje shëmtuar, bie dakord me Lorencin, ishte një kolegu jonë, një jurist dje tha, dhe me të drejtë për e citoj, Eugen Beci, ka tha që ishte tha si një konferencë shtypi në e reporterve lokal, pa pasur asgjë me reporterve lokal. Se kam dëgjuar këtë, unë thash reporterët do t'ishin një nivel goxha më të lartë. Do me thënë për rrë të kuriozitet për reporterët originalitetin, respekt për gjithë reporterët, as diskutohet të kam qëllet. Respekt është këmë? Po, dhe çështja është por, pse PD-jat, dhe them të PD dhe mbylla. PD-ja e ka të kaluar, e ka të shfaqur qëndrimin, e ka të afishuar, nuk ka më që presim nga një Partia Demokratike për SPAK. Pra s'ka asgjë të mistershme në ato që është përfaqën ditën e djeshme. Ata nuk të bënin ata detyrën, nuk është afërmend, ata e kanë të i kaluar, sepse në momentin që ti etiket ton, vegël e Edi Ramës, prokurori politike, patronazhist, si thoshte Tedi Blushi, ata mirë, ata kaluan në ironi, kaluan në... Këto janë tonet denoncuese dhe retorik politike kryesisht. Pra, gjithë seanca ishte përmbysur dhe vetë Dumani nuk ishte ndonjë, të themi, normalitet, pa shkëlqim jo e jo, pse? Ishte ere fundit, trysnia, presioni, a i di konjunkturat ku ka vepruar, qëfar ka bërë kryeministri që mungonte, qëfar ka etiketu opozita, ku ka lëshuar, ku ka dhënë. Pra është një shfaqje me maska shumë e sforcuar nga gjithë palët. Arjon, më fatë se do të rrheq vëmendjen e Prezi si dëshmitar, po dhe si aktor. Zoti Zogaj po ju pret, ndërkohë se ka një ndërhyrje. Se do i të rrishi vëmendjen? Shikoni, më kujtua kur shikoja këtë seancë, një nga seancë dramatike në parlamentin e 91-shit. Diskutoj për vrasjet e 4 prillit në Shkodër, vrasjet tragjike të 2 prillit në Shkodër, dhe raporton dhe ish ministri brendshëm, Gramoz Ruçi. Salla kishte shpërthyer në ulurim më bërtisnin. Dhe Gramozi, dhe kjo është fjalia që e mbajti në politikat të 30 vjetë, ju drejtua dikujt në fund të sallës, me emër dhe i tha, do pushosh apo të filloj me tyja? Nëse do të kishte, do ishte pak më i çliruar se pak më politikanë dhe zoti Dumani, mund të vendoste qetësinë në salë, majtas dhe djathas duke thënë. Nuk e ke ndjekur mirë, tentoja i me zgjedhjet. Tentoj me zgjedhjet, i thalu dhe ishte ullje në nivele. Luciano Boshi kërkonte llogari për zgjedhjet task force-in, që është një pikë jashtëzakonisht e rëndësishme SPAK-ut, dështimi i madh, dhe ai tha, të kam ardhur, më ke dhënë, nuk më ke takuar. Tentoj t'ja bën një të tjerë. Ishte personalizimi i debatit. Po, patjetër, e ka bërë këtë edhe me 2 të tjerë, me 2 deputetë të tjerë, e ka bërë në komision, gjë që vetëm për zgjedhjet Dumani nuk duhet të flasë.